Tash, gjonat që u thanë këtu prej kolegut, më përpjeket me gjithë një person ka shumë. Si përpjekje juaja, si ish këshilltari i kryeministrit, një Kelzengoshe, se kush do të thotë ish, në ish. Ju keni pas strukturë bijas ish në pozicionin e presidentit këshilltar. Ju keni për fat keq, peçonta qeverin, keni pas këshilltar që tash janë pronarë shumë medjave, edhe qoftë janë prezent, duhet mi thonë që ata persona ka qenë këshilltar të presidentit. Po apo doan, kom po do me ta përmend. Apo doan që ata që kanë shku Kosovën po jetojnë në Shqipëni prej batonit, apo doan strukturë të partisë që i kanë, apo doan në financim që i kanë bën baza vjetore që janë të gjetura financiare në raporte që ata kanë sponsorizuar. Qysh po doan emra? Kom po doan. Atë a mjafton pe batonit të poshtë. Çka po do fakte? Po vetëm ku të marrësh fjalën, ku të ta kundërargumentoj secilin. Se ti lype një person, a unë po tham ke votu leq. Një prej votuesve je edhe ti. Ligjin për amnistit kriminalit. Mirë të tash? Po mirë të tash. Vesh mos u ndërhy, mos të ngova shumë mirë. Merre fjalën, po tregoj diçka. Kriminalin që jeni mënuar me relativizu. Një sekonde po det heq. Bëre transkriptet. Në përpjekjen tash, qëndrimin tem dhe argumentin tem me amnistu kriminal, as krimet, s'është e vërtet, po as s'kom qenë pjesë e votimit. Vazhdojmë. E merr një fjalë, ne keni drejtë. A vazhdojmë tash? Të drejtën me vazhdu nuk ma jep ti. Ma jep e drejta, e drejta me përgjegjësitë që kam. Po ti ndërhyne. Edhe unë po tham, kjo ndërhyrje nuk të bën më pak të përgjithshëm në ato që keni vepruar deri tash. Veç po të lutem, na lëm të kryej fjalën se po të dhem argumentin. E pash Deputet, ju kisha lut. Se po drejtohesh personalisht. Deputet, vetëm pak fjala me kallku vendin, është shumë fjale rënd, ju kisha lut me tërhek, se nuk ka ndodhur këtu tendenca me kallku vendin, nga dikush. Se që këtë pak në medjave jep këtë përgjigje kush ka kallku vendin. Edhe deputeti vetë ta përfundoi, e keni drejtën e fjalës pas përfundimit fjalës deputetit.